A janë të gjithë njerëzit të tillë që të japin të drejta atij secilit, pra vetes, shoqërisë dhe Allahu te baraka ve teala nuk janë të tillë. Sigurisht që nuk janë të tillë. Dikush mund t'i japë përparësi familjes, duke qenë gjithmonë në shërbim të familjes, të bashkëshortes, të fëmijëve. Dhe vazhdimisht arsyetohet që s'ka mundësi. S'ka mundësi të prezantojë në xhami. S'ka mundësi ta bëjë këtë vepër të mirë. Dikush jep përparësi më tepër se ç'duhet fëmijëve, duke i shoqëruar në çdo kurs sportiv apo arti apo të gjuhëve të huaja, duke shpenzuar për ta. Dhe më pas nuk e shikon në xhami. Dikush i jep përparësi vetëm riskut. Pra gjithmonë i shikon edhe shkaqjet e fitimit të furnizimit, pra gjithmonë janë përpara syve të tij ato rrugët, mënyrat se si ta fitojë riskun. Nuk mjaftohet me 8 orë, 10 orë e punës, po punon 12, 14, 16 orë në ditë. Gjë e cila ndikon në përgatitjen e tij fetare. E pra risku është i garantuar. Për riskun duhet i bësh sebepet të punosh. Por mos haro se Allahu Azza wa Jall ka të drejtën e tij. E kështu që shikojmë në fund të vitit që se ku jemi ne, në çfarë niveli jemi ne.